23 maj, e premte, ju përshëndes, ngriuni luftoni për kombin tuaj, moto e Bill O'Reillyt, por dhe fokus. Kashep Patel, drejtori i FBI, ka vendosur që FBI mos ketë zyra qendrore tek ndërtesa Hoover, një ndërtesë e cila në fakt kishte probleme në konstruksion dhe administrata Biden kishte vendosur më parë. FBI ka 35.000 deri në 37.000 vetë. Zyrat qendrore 1.500 nuk dihet se ku do shkojnë dhe ato ta ketë më qendrën në Washington, pra do të largojmë Deep State. Nga ana tjetër, 1/3 e forcave të FBI-t është tek zyrat field office e Washingtonit. Nuk është se Washington DC ka 1/3 e krimeve të Amerikës, por pikërisht për të përgjuar baset huajt, politikanët, aty ku ishte edhe i korruptuar i madh McGonigal. Bob Mueller ka qenë një emër i madh i FBI-t, por në fund pati një hetim për ndërhyrjen ruse me presidentin Trump, u shpenzuan rreth $40 milion, kishte 100 detues, në nxori asgjë. Në deponimet e tij në komisionin në Kongres, ai tha që nuk e kam iden për dosjen Steeler. Në fakt ai gënjeu sepse Steeler ishte i kontraktuar nga FBI. Pastaj Jamie Comey, i cili gënjeu. Ai vajti në takim me Trump, tha nuk kemi hetime ndaj jush president. Në fakt ata ishin duke hetuar presidentin dhe ai regjistroi çdo gjë dhe nxori atë leaks te New York Times. Ndërkohë kur u paraqit në Kongres 245 herë, tha nuk mbaj mend, nuk e di, nuk kam informacion, pra nuk dha asnjë informacion. Pasuesit i Mugabe gënjeu 4 herë, 3 herë ishte me oth, me betim. Ardha e Wright, e emëruar nga Christopher Wray, e emëruar nga Trump, përgjoj katolikët nacionalist, përgjoj bordet e prindërve, bordet e shkollave të prindërve, skandaloze, nuk u mor me krimin e Black Lives Matter, me shkatrimet e tyre, u tall me atentatin ndaj presidentit Trump, ndërkohë që shumë punonjës lartë të FBI-t u pushuan nga puna sepse u kapën mesazhe që talleshin me presidentin dhe kandidatin Trump do të jetë fundi i botës, siç thoshte edhe Edvini, lideri global, vllai i pjeprit italisë. Pra FBI ishte në disarray. 99% e FBI-t janë njerëz ndershëm, por ajo kupola politike është e korruptuar. Kami me mesazhin 86-47 për vrasjen e Trump, ai ka një novel tani ku personazhi kryesor është një ultranacionalist i djathtë, personazh celebrity, mbase e ka për Trump, nuk besoj se do të dënohet, por Kashep Patel vetë është në një pozicion të vështirë sepse nuk ka zbatuar urdhrin ekzekutiv të zotit Trump për dosjen ruse dhe McGonigal. Don Bongino nuk e ka aftësi, nuk e ka përvojën një polic në Secret Service, një podcast kalonte nga të gjitha fantazitë e mëdha, madje i thoshte në podcastin e tij që Epstein e kanë vrarë në një deklaratë që patin Fox News ajo, ai ka vrarë veten. Kjo i ka çmendur pasuesit e magës dhe janë sulm kundër tyre. Ka kundërshtuar dhe buxhetin e ri, pra besoj se Kashep Patel nuk do ta mbaj gjatë vendin e tij, ka akuza, përdor avionin personal, rezidencën e ka në Las Vegas, ka shkuar me avion me punës, ka shkuar në Nashville të dashurat i po me avionin shtetëror të FBI, drejtori i saj, shpesh herë ka ardhur këtu për në NBA. Është një personazh që siç thoshte Boltoni është servil, mediokër, nuk ka aftësi vetëm për lajka. Trumpit ju desht fillimisht, por besoj se Bondi, e cila është një personalitet e Trumpit, por që ka pasur lidhje dhe Bondi ka akuza me faljen e avionit presidencial të Trumpit $400 milion, legalizimin e ka bërë prokuroria e përgjithshme Bondi, e cila përpara se të vinte në këtë post ka punuar kudo në Shqipëri si lobiste për Katarin me $115.000 në muaj, jo në vit. Lobistët kështu punojnë. Ka një disarray midis deklaratave të departamentit me shtëpisë bardh, lidhje dhe zgjedhjet e fundit në Rumani. Kandidati i djathtë u hoq si trumpist, erdhi dhe këtu në një super PAC, doli në intervistë Steve Bannon
Akuza ka që inteligjenca franceze ka vjedhur votat dhe kjo u mbështet nga 2 këshilltar të Shtëpisë Bardh, Sachs, por u ripostua dhe nga Dick Grenell, magazinieri Kennedy Center, ndërkohë që kandidati i Rumunës së Djathtas e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese, pranoi rezultatin, thanë ma kanë vjedhur, pastaj ka pranuar. Mbas kësaj, Rumania si Shqipëria nuk ka ambasador dhe i ngarkuar me punë ka uruar përmes Twitterit presidentin e ri të majt, njihet si Sorosian, duke shprehur dëshirën për bashkëpunim. Natyrisht që të gjithë ata që e kanë pozicionuar veten me zotin Trump nuk kanë fituar, siç ishte rasti i Australisë, rasti i Kanadas, po të marrim edhe Laçevitën në rastin e Shqipërisë. U mbështet haptës ARD-ja në Gjermani nga J.D. Vance, kancelari pranoi të bashkëpunonte me të majtën dhe jo me një parti të djathtë. Pra fryma e djathtës ekziston. Në departament kemi një qasje tërësisht ndryshe nga Rubio, i cili ka qenë në 2 hearing, Kongres dhe Senat, e kemi humbur shansin që të paktën një kongresmen ose një senator të bënte pyetje direkte për zgjedhjet në Rumani, po dhe për në Shqipëri. Nuk është e lehtë që në zyrën e sekretarit të shtetit të shkojnë lobista pa shumë potencë. Problemi këtu kryhet përmes emrave të mëdhenj, si Musk, si këshilltarët e Trump, media e djathtë, Fox News, Newsmax, News Nation dhe 3 emra të mëdhenj të gazetarisë, Hannity, Bill O'Reilly, Tucker Carlson. Këta dëgjon zoti Trump. Madje Bill O'Reilly është në Azinë Veriore, ka zbritur në Japoni, do shkojnë në Kinë dhe ka një lloj mesazhe edhe nga presidenti Trump për të kaluar atje në lidhur me tratativat e tarifave. Javën që vjen do të jetë përfaqësuesi i Japonisë, kanë rënë parimisht dakord indianët, Korea e Jugut. Në Vietnam është dërguar për të vjedhur atë Sazan në Vietnamit Don Jr., i biri Donald Trump. E majta akuzon që familja e Trump po përfiton përmes Bitcoinit me Mimicoin të krijuar nga ai dhe ka pasur 200 ftuar dhe 100 kanë qenë të huaj. Rubio nuk ka ditur asgjë, kështu është përgjigjur në hearing. A ka nga ata që kanë qenë në lista e terroristëve, janë gjithmonë akuzat e të majtës, të cilët nuk pranojnë asnjë sukses zoti Trump. Kongresi ka kaluar billin Beautiful Bill si mas Donald Trump, do të ketë ritushime në Senat, nuk do të kalojë tillë dhe pati disa ka ceduar zoti Trump sepse në Kongres kanë dhe ata që janë konservatorë fiskal dhe në Kongres kaloi vetëm me 1 vot. Do të ketë 4.5 trilion dollar shkurtime për korporatat, ndërkohë që do të shkurtohen 800 miliard dollar për ato që quhet Medicaid, siguracioni shëndetësor për ata që teknikisht janë në varfërinë sipas parametrave amerikanë. Do të ketë disa kushte që nuk ka asnjë problem, detyrime për punë. Trump duket se është në rrugë drejt. I ashpër është ndaj iPhone-it, nëse nuk do të prodhohet këtu do të vë tarifa. Për herë të parë ka një suficit në thesar, pra kanë hyrë më shumë dollar se sa kanë dalë për shpenzime, rreth 270 miliard dollar, pra po funksionojnë tarifat, të cilat duhen konsideruar dhe si takse shtuar. Por ideja që janë premtuar 1.4 trilion dollar nga vendet arabe bën të kuptosh se Trump po hecën atë që fabrika do të kthehen pas. Trumpi e kam thënë është Jacksonan. Nuk është ultrakonservator, pra Jacksonan do të sille më mirë me armiq dhe do të sille më keq. Do të sille më mirë me armiq dhe do të sille më keq me miq. Pra, jo më mirë me miq, por jo më keq me armiq. Kjo është qasja Jacksoniane. Ndaj ai është përbusës, mos përfillës, ofendues ndaj BE-s dhe lajkatues me Putin, afrues me autokratët, diktatorët e vendeve arabe. Për Trumpin ka rëndësi vetëm qasja merkantiliste, tregtare, dollari, fitimet, jo ideologji, jo të drejtat e njerëzit. Nuk jemi si Bush që shkatrojmë qeveritë, ndërtojmë shtet kombe, por kjo nuk do të thotë që nuk janë për
Dhe ajo që po ndodh në Departamentin Amerikan të Shtetit, ku do ketë shkrirje masive 130 byro dhe zyra, dhe nuk do të kemi më atë byron e famshme për demokracinë, të drejtave të njeriut, ata që për pilonin raportet. Ambasada amerikane ka pasur vëzhgues në zgjedhjet shqiptare. Raportet duhet të jenë nisur. Departamenti është i ftohtë, njohej në Rumani, shpresojmë që të mos njohë në Shqipëri. Të vetëm deklaratë që ka bërë për zgjedhjet dhe ka bërë për Fokus, e kam dhënë tek MCN, jemi të vetëdijshëm për akuzat për parregullsi. Shqiptarët duhet kishin votuar të pa intimiduar dhe sipas ligjeve. Pra, po ta lexosh, ka pasur intimitime dhe janë prekur ligjet shqiptare të zgjedhjeve dhe ka patur parregullsi. Në Fokusin darkë do të kemë material më të plot, do të kemë dhe Bill O'Reilly, do të kthejmë dhe Boltonit, se ç'po ndodh. Në qoftë se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk do të njohë zgjedhjet, nuk e ka këtë tagër, departamenti jep mendime për çdo gjë, skenari do të ishte ai 96-s. Ka fryrje shumë të mëdha të votave. Nga këtu nuk mund të thuash dot se ç'ka ndodhur realisht. Por ideja që mund të kenë votuar 82% e votuesve që janë në Shqipëri është nonsens. Pra, me listat e diasporës, votohet atje, natyrisht më shumë për PS-n, por dhe për partitë e tjera. Kur ke komisioner nga dy palët, vëzhgues dhe roje, ka një lloj shitje. Në qoftë se fitoren e kryen me bandat, e bandit, si dikur paraardhës i ti Hoxha me qetat sërbe qetnik. Loja vazhdon. Rama nuk është aq i gëzuar. Kishte një çast të vinte këtu në konferencën parlamentare të NATO-s në Dayton, ka dërguar presidentin, ka shpresa se Pjepri Italis, Gagarelli Francës, Katrori Hungaris do t'i mundsojnë një afrim tek Donald Trump në samitin e NATO-s në Hag 22 deri në 24 qershor për t'i vjedhur një foto. Por qershori mbase është shumë larg, në qoftë se do të kemi një qendrim zyrtar nga departamenti për zgjedhjet në Shqipëri.